po themi me biografi të keqe gjatë regjimit komunist. Ju jeni përndjekur? Po, djali Xhaxhait gjyshit tim ka qenë i përshkatuar regjimit komunist. Djali Xhaxhait të gjyshit. Po, edhe ne si quhet? Ka qenë Qamil Zekthi. Qamil Zekthi. I përshkatuar si një njeri ballkombëtar që në vitet 45-46 apo 45-46 u përshkatua. Është përshkatuar pa gjyq në breg liçen e Belshit. Ka liçen Belsh ato. Ju jeni nga Belshi. Nga Belshi e Losanit, po. Dhe ju u përshkatua ty çfarë, cili ishte aktiviteti i tij? Mendoj që ka qenë aktivist i çetës ballit kombëtar. Po themi ushtari i thjeshtë i ballit kombëtar ka qenë. Por fision gjithsesi kishte mbështetur ballin kombëtar. Gjyshi im ka qenë i pronar i mesëm tokash. Jo, një sekondë, ky ishte djali Xhaxhait të gjyshit tim. Gjyshit tim. Po, gjyshit tim. Do të thonë Qamil Zekthi, dhe familja. Po, fision përgjithësi, familja jonë dhe ne shumë ne kemi qenë me biografi të keqe, kemi patur probleme shumë serioze me komunizmin, nuk kemi marrë. Cila ishte vuajtja më e madhe që ka pësuar familja? Se është interesante që ta tregosh të. Nuk e ke treguar ndonjëherë besoj. Jo, nuk e kam treguar askund. Vuajtja ka qenë mjerimi i thellë dhe diskriminimi që ne kishim nga të tjerë. Diskriminimi. Unë kam vuajtur personalisht si fëmijë, unë kam vuajtur shumë si fëmijë, domethënë. Çfarë bënin ty? Në çdo aspekt. Unë visheshim shumë më keq se të tjerët, ishim shumë më të varur se të tjerët e para. Në cilin fshat keni jetuar? Belsh. Në qytet? Belsh, po. Në qytet. Ska qenë gjithë ajo është Belshi ka qenë ndarë në dy ferma dhe kooperativa. Ne ishim pjesë e kooperativës, Belshi ishim pjesë sepse partia kështu i ndante. Një pjesë kooperative, një pjesë ferm, bile në ferm zakonisht ata që ishin të ardhur. Ne ishim vendalite, ishim më të përsekutuar ishim në venda sepse ne i kishin qenë pronarët e toka, pronarët e familja juaj, pararësit tuaj ishin pronarë tokash, nuk ishin njerëz. Gjyshim ka qenë relativisht i pasur. Nuk po them pronari i madh, por ka qenë pronari i mesëm tokash. Gjyshim. Edhe është u shpronsua sigurisht si gjithë tjerët. Po dhe si ndjej veti këtë? Unë kam ndjek këtë gjë, domethënë mjerimin e thellë, diskriminimin e plot dhe faktin që po themi gjë që në fisin tim i pari një shkollë mesme jamon. As shkollë mesme nuk shkonin njerëz. Kjo është e vërteta. Ti je i pari në shkollë mesme? Jam shkuar në shkollë mesme. Ti shkove në gjimnaz? Po. Aty në Belsh. Sepse gjithë marronin klasën e 6, 7, 8 dhe Bilalinin pa edhe shkollë. Dhe punonin në kooperativë, po. Ndërsa ti fillove gjimnaz aty në Belsh. Po, në Belsh, në Belsh. Wow. Po ishte shumë vonë. Po deri pa filluar gjimnazin fitim, si çfarë diskriminonin? Okej, kjo e veshjes edhe ngren, po ishte mjerimi, shiko, të veçonin? Ishte po patjetër, jo vetëm mua. Shiko, fisi jemi tërë në përgjithësi. Ishte i veçuar. Ne jemi lagjen vetë, kur futesh në Belsh, lagja Zek, lagja jon, tër fisi jon ka qenë i tillë, domethënë pra fis, po themi me biografi të keqe i lënë për zën nga periferia e, po themi asaj që ishte jeta në socializëm e njerëzve. Më pëlqen shumë bimri Zek. Sepse është një Faleminderit. Shiko, sipas unë jam përpikur të kuptoj nga vjen me sa thon, domethënë, aq dhëna sa kemi ne, ne jemi një fis që vim nga mali i zi shqiptarësh të malit të zi. Nga vitet 1600, shumë herët. Jemi themelus paka shumë të Belshit, bashkë me dy fisë të tjera Hysa dhe edhe Tafani. Sepse aty mendoj që mund të ishte edhe qendra e Shqipërisë. Po, kështu ka thënë Sami Frashi. Pra mendoj që është pak e diskutueshme ajo. Ka Zekthi edhe në Tiranë, që janë në një edifis me ne. Ka edhe Tiranë, po kanë Tiranë Zekthi, ne jemi një edifis me këta. Janë ndarë nga ju. Janë ndarë vonë, me thënë drejtën, po bile marrëdhënia ka qenë ngushtë deri nga vitet 50-60 pa shkonin në vinte njëri tjetri nëpër dasma, nëpër vdekje, nëpër këto raste të tjera. Pastaj gradualisht fillon dhe u larguan. Jemi një edifis me ta që janë Tiranë. Pa me valltarin Besim Zekthi ku dion. Do të Besim Zekthin e ke tëndit? Është fisi jon. Fisi juaj. Jemi një fis, po. A krenohesh me Besim Zekthin? Po ka qenë një valltar shumë i madh, shumë i figurë e jashtëzakonshme e Shqipërisë, padyshim, nuk diskutohet. Nuk besoj. Ishte ikona e artit, mund të themi, të asaj jo e vallës shqiptare. Të atij zhanri, padyshim. Kështu, megjithatë nuk është se ti vetë kërcenojnë çika më? Jo, jam dram fare. Sigurisht kesh njeriu tënd Besim Zekthin mos kërcesh fare? Jam dram fare. Tani të diskriminonin moshatarët e tua apo e ndjekte edhe nga mësuesit? Jo, moshatarët jo, po diskriminimi ishte unë më shumë vuja diskriminimin e prindërve apo dhe tim. Shikoj, baba im për shkakun punonte në kooperativë, në punën më të këqija, punonte në brigadën e pleut, në brigadën e lopëve, ku pasronte ato bajgat pletë lopë. Vinte keq? Edhe në një, po, sepse e shija që çojnë mëngjes herë të shkonte, vinte, më kujtohet ditët e dimër shkonin hapin tokat e reja. Ka qenë ai budalliku që hapin tokat e reja dhe njerëzit nuk e dinë të gjëra, po në hapin e tokat e reja norma ishte 10 metra katror, po duhet punuar 80 cm thellë. Por duhet prerë pylli, duhet shkul trunjët. Ata nuk e bënin dot në normë, edhe merrin nga 10 lekë ditë pune. Ndërkohë që një bukë misi bën 30 lekë. Pra, merrin bukët verësie. Do të thënë ata, jo unë, jo thjesht unë. Pa isi lagja jon, do të thënë gjithë merrin bukët verësie. Do ka qenë një situatë, dita ishte 10 lekë. 10 lekë ditë, po gjatë dimrit. Buka bënte 30 lekë një bukë misri. 30 lekë bukë misri
Dhe ata merrin 10 lekë ditë, po. Verësie, domethënë me hua, si quhet. Po, ke dyqani i bukës e kooperativës. Shnonin emrin atje? Po. Jo vetëm. Sa fëmijë ishit ju? Ne kemi qenë 3 fëmijë. 3 fëmijë. Jemi ende të Ti i madhi? Po, unë jam i madhi. Ti i madhi. Diskriminimin e ke ndjerë nga mësuesit? Jo ai shumë, me thënë të drejtë. Ti mësoj. Ose pak. Ishe shumë mirë me mësime. Po, domethënë tash mos i hym të historia kështu me çka kam qenë, po kam qenë nxënës. Më pëlqen shumë ta tregosh ta. Mirë, un kam qenë një nxënës shumë mirë, ekselent nga klasa e parë, po. Që nga klasa e parë. Kjo është arsyeja pse unë shkova. Pa ishte një presion i jashtëzakonshëm i gjithë zonës mbi punën e mi. Patë probleme që do të thonë sa kundërshti? Jo, shumë se ishte viti 1989 dhe kishte rënë edhe lufta e regjimit. Po tishe me herët. Shkoa lehtësisht, nuk më pengon njeri, por unë nuk doja të shkoja, doja të punoja në kooperativë. Nuk do të shkoja? Jo, edhe prindë do të ndihmojë familje. Po, sepse unë me zeprita të punoj në kooperativë. Prindë donin që unë të punoj në kooperativë, po presioni shumë i madh i gjithë tjerëve që ky duhet shumë shkollë. Kur the për herë të parë që unë se dua këtë regjim? Shiko, unë të them diçka, domethënë që unë nuk e kuptoja regjimin, po unë di këtë gjë që gjyshi im e shante haptasin në shtëpi. Po, babai kishte shumë frikë, më thënë drejtë. Babai im ka qenë njëri shumë i kujdesshëm, është gjallë ende në moshë të thyer tani, ishte shumë frikë. Kurse faleminderit, kurse kushërit e tjerë ishin më të guximshëm, e shanin haptas i fare. Kishin mosha babait tim. Babai im ishte shumë frikë, sepse babai im kishte histori edhe më të vështirë, kishte vujt shumë në ushtri, kishte qenë në ushtri, e kishin zgjat ushtrinë, kishte bërë një dënim të vogël në ushtri për ca gjëra, se kishin parë më sy të keq që kishin në ushtri dhe i gjet vogël bënte dënonin në ushtri dhe kishte shumë frikë regjimin. Babai im kishte një frikë të madhe nga regjimi. Gjyshi ishte më i vjetër, më i guximshëm, gjyshi im kishte refuzuar punën në kooperativë, nuk shkonte fare në kooperativë. Edhe kjo gjë ishte mirimin e tij, pra kishte refuzuar punën në kooperativë, ai dhe gjyshja, edhe kjo kishte bërë më të mirë jetën tonë në një mënyrë sepse vetëm kooperativa ishte puna, s'kishte punë tjetër. Por unë i dëgjoja që e shanë edhe unë vet as diskutohet fare që isha me ta kishin thënë ty që çunë xhaxha gjyshit ishte pushkuar. Kjo di këtë gjë, shumë madje ata që ishin nipërit e djalit xhaxhait, që ishin komshit tonë ngjitur te gardhi, ata shanin edhe më ashpër. Duket si prall. Kur kam shkuar unë në universitet, do thosha njerëzve që nuk kam patur portrete në veri shtëpi, duket sikur mburresh, por në fakt nuk kishe portrete në veri. Mos bëhet fjalë, nuk kishe. Shkon ne kemi qenë familje shumë e varur. Vinin ata komunistët atje të thoshin pse s'ka? Po nuk ka qenë vetëm familja ime, ishte gjithë fshati kështu. Pra nuk është se ka qenë 3000 familjes time. Ka qenë lagja zek. Gjithë lagja. Lagja zek. As merr fshati, se fshati. Lagja zek. As i merr njëri fare me këtë punë. Është e vërtetë që e gjithë lagja askush nuk kishte as i libër as i portretet në verit. Kemi qenë lagje domosdoshmë mirin plot, e kupton në herë. A lexoni? Në Gazetë Sporti, unë për shembull kam qenë i fantaksur pas leximeve dhe unë s'kisha as i libër në shtëpi, me thënë drejtën. Fare. Ne kishim një shtëpi që hynte shiu brenda kur binte shi. Por unë shkoja me vrap merja Gazetën Sporti sepse një kushëron ishte abonuar. Ishte edhe me shtrenjtë 5 lekë. Ishte 2 herë në javë. Unë shkoja e merja për ta sjell atij. Po e merja se lexoja vet. Kto kanë qenë leximet tona, ose pastaj kur hyra në shkollë merja librat e biblioteka shkollës. Po televizor? Nuk kemi patur. Çfarë thua? Po, jo, mas po nuk kemi. Deri në vitin 90? Vetëm njëri nga gazetat e patur televizor, një televizor lura e mori vonë dhe ai, ne nuk kemi patur. Deri vitin 90 nuk e pasur televizor? Nuk kemi patur. Kemi patur një radio kineze që atë dëgjonim domethënë. Gjyshi dëgjonte përgjithsisht muzikë, ku dion, ne dëgjonim me aty kam dëgjuar në Amerikë, do të them që e dëgjoj. Ku filloi ta urrejt, kisha ato. Shika, unë me thon drejtën, nuk e shika, nga që shahet tek ne dhe thuaj që ky është i keq, unë isha i bindur që ky është i keq. Ai sa kuptoj unë. Madje kam bërë diçka që mund më lejohet. Në 89 unë isha në vit parë gjimnazia dhe i bëra një pyetje profesorit të historisë partisë. Sa i thoshte më pyetje. I thashë profesorit, ne kemi klasë punëtore dhe fshtatësi punojnë, se këto janë 2 klasat tona. Ndërkohë kemi shtetet diktatorëse të proletariatit. Pse na duhet ky shtet kur s'kemi proletariat? Edhe ai më thon drejtë më qelloi edhe tha. Qelloi? Po, depresës jashtë thamë. Ja, prit. Sa vjeç ishe ti? Vit parë gjimnazi i bie. Qelloi me plumb? Po 15 vjeç edhe. Në fytyrë? Po, prit jashtë. E prita dhe thirrja të drejtorit të shkollës, ishte i burr shumë i mirë i mrekullueshëm, kanë rrujet. Kam nderim para të njëri Raki Poruçi. Edhe si quhesh profesorin? Profesor, mos e them. Jo, do ta thuash. Do ta thuash këmbgul. Do ta thuash atë Reza Peqini. Reza Peqini ka qelluar ty 14 vjeç. Po. 14 vjeç ka qelluar ty dhe mos i përmendësh emrin. Ta përmendësh që nuk besoj që ishte një burr i keq, ishte thjesht i komunist. Edhe qellosh i fëmijë 14 vjeç me plumb. Në atë kohë ndodhte kjo gjë. Jo. Ndodhte. Jo, ndodhte, po 89-ën? 89-ën, ndodhte. 89-ën, në fakt në Tiranë kishte rënë. Ndodhte, kishte profesor që unë nuk ndjeva thirrë drejtorin, i tha ky ka thënë gjë, tha ky është problem për partinë, thirrën baban tim, ai drejtori ishte burrë mirë, tha, ky është ten fshatar thjesht, nuk mendojnë ta, tha, ku di gjë se vedini shkreta se thonë që ai ka mësuar këta, aty ishin disa të internuar në Belç, thonë mos e kanë mësuar ata të flasin në këtë mënyrë. Kishte një figurë të njohur?
Ka patur aty shumë, ka qenë komunist, Vasko Leci për shkakun ka qenë aty. Ka qenë aty, hë? Po, Vasko Leci, që më mend unë kur ditë. Vasko Leci kishte tjetër histori, se ai ishte komunist i rënë nga vakti. Ai kishte qenë me siguri. Unë kam qenë edhe nuk e dia cilit ishin, po di që një prej pallateve ishte plot me të internuar. Edhe këta mendonin që ndoshta më kanë mësuar ata që të flasin në këtë mënyrë. Unë kot fare, unë s'kisha lidhje fare, unë dëgjoja që thjesht ishte atmosfera në familje ti. Pak a shumë, ishte fryma që më shtyri. Tash jam edhe dyshime, thash, po pse na duhet të lidhje rrugës për drejt kur s'kemi për drejt. Pa kaq ishte pyetja ime, një lloj koneksioni logjik domethënë. Pra do të them që unë familja, jo vetëm thjesht familja, lagja, më tërsi lagja. Po themi që ditën që ka ndruar jetën Verhoxha, ne kemi qenë klas 4 edhe kushërim, pa thënë me emrin ndryshim Zekti, më tha mos shqyqje vdikse marr jam ky maskara. I thash çfarë thua, se dua më nëse mos fol se do gjejmë belan. Domethënë në fisin ton ishte kjo lloj fryme, këtë do të them. A qan aty në fisin Zekti? Nuk e mbaj mend, po ne kishim trezor me pa. Di që kooperativa mbledh njerëz në një. Shit radio. Po. Tani ja sa e mbaj mend atë ditë. Po. Tek klas 4 ishte. Po, tek e vetë familja që kishte televizor tek ne, u mblodh gjithë kooperativat për të pa varrimin. Unë se kalama shkolla dhun mbas Beras për gallat. Baba im nuk erë në shtëpi. Edhe unë e pyeta pse s'erdhe. Ai ka thënë se do vija unë për të parë ato gjëra. Do thonë, ky ishte gjyqi s'bëhet fjalë me se gjyqi. A pendi kë që qëndra aty? Do të ketë padur, nuk e mbaj mend as se kam qenë shumë i vogël, po se ka qenë ajo dhona. Ti u rrite me një lloj pra do të them që sapo ndon ndryshimet ne ishim natyrisht me Partinë Demokratike. Tani rrugës me gjatë kohës u rrita fillua se fillim kam qenë po themi le themi liberal. Unë nuk kam qenë besimtar, unë bëra besimtar. Unë jam besimtar praktikant i besimit islam edhe je praktikant, ëh? Po, jam praktikant dhe rrugës. Çfarë ndodhi? Pse u bëre? Ka qenë një kërkim im i vazhdueshëm gjatë viteve të universitetit kam kërkuar shumë, kam lexuar tekste fetare. Ju studiuat, ju diplomuat për matematikë. Pastaj jam marrë shkencë politike, kam bërë një mastër në Çfarë bën matematikë? Mbaruat gjimnazin me notën mesatare të lartë? Sa ishte mesatare? Gati 10. 10, ëh? Mesatare 10. Po, gati 10. Bravo. Dhe fituat drejtën studimit për matematikë. Në atë kohë që me konkurs, po unë kisha pasion me konkurs edhe shkova dhe fitova kollaj, nuk diskutohet. Vazhdova matematikën gjatë viteve. Në fakultetin e shkencave. Po, shkencave natyrës, kam qenë mbasi mbarova universitetin, punova pak kohë si asistent i matematikës. Pak muaj, po isha rrok shumë e ulët në atë periudhë dhe asistent paguaj shumë. Asistenti pedagog? Po. Aty në fakultet? Jo, aty tek fakulteti i ekonomisë. Po, i matematikës, po pak muaj dhe pak muaj. Dash gjithsej 10 orë, ku diun ishte unë merre nga 2000 lekë vjetra për një orë, ishte nuk mund të jetoja ato në Tiranë me të gjë. Kështu u detyrova shkolla në shkolla gazetare dhe mora një drejtim tjetër, si më thon. Punova gazetare në atë shkollë një televizion shqiptare, kam qenë një korrespondent i çështjeve të kronikës pak kohë, disa muaj gjysor, pastaj mora me gjërat politikës më radh. Ishte drejtori në atë kohë? Drejtori ishte Bër Frokçupi dhe drejtori im i lajmeve ishte Arban Hasani. Arban Hasani, do të thonë bie 97. 97. Sa po mbarova. 97. Po, unë kam punuar në 98 atë shemb. Si të morin në ata aty? Ti ishe i djathtë, si të morën aty? Ja, po nuk është se i djathtë. Unë isha i eri, ishte 23, nuk është se ishte një pyetje kështu, po Frokçupi se kishte problem të merrte një punë, një letësh i djathtë. Kam vlerësim për Arban Hasanin, ai ka qenë, të themi, arsyeja që më mori edhe Antoni Bilekaj, më thonë. Edhe Antoni. Pa dy gazetar të mirë, dy djem të mirë, të cilët nuk më pyetën fare i djathtë apo i majtë, kupton? Që duhet diskutohet. Unë e bëra pyetje çik me hile, po unë e di se si funksionon. Edhe Froku, edhe Arbani, edhe Antoni Bilekaj si kanë fare ato. Diskutohet fare. Dhe punova disa kohë aty, pastaj kjo mora këtë rrugë pastaj. Punova tek Gazeta 55, Gazeta Tema. Edhe ndërkohë unë gjatë viteve të universitetit kërkimet e mia, rrafgimet e mia, po themi ato dilemat e mëdha që ka një njeri, më shtyn drejt besimit dhe tani doja të pajtoja idetë e mia të djatha politike që fillova të sistemoj me besimin edhe Islam, besim fetar në përgjithësi, pra ideja e Zotit ekziston. Edhe nga një, po themi, njeri liberal që mund të konsiderohen vitet studentare, unë u bëra i konservator dhe unë i hyra, po themi, me kokë, u zhyta në këto, edhe nuk thosë se nuk kam lënë autor konservator pa lexuar. Do nuk besoj që mund të ketë mbetur një autor serioz konservator gjatë gjithë këtyre 25 vite, 30 viteve, edhe tani me këtë punë merrem pak shumë, me kërkime mbi mendimin konservator, filozofët, mendimtarët. Në cilën xhami kryeni rritë tuaja fetare? Nuk është se kam një xhami të posaçme. Shkoj tek xhamia e qendër, tek xhamia e re, tek xhamia e Tabakëve, tek xhamia e Kokonozit që është pazari i ri. Përgjithsisht tek to. Shkonte xhamia e madhe e ndërtuar? Shkoj. Si është xhami? Është mrekullueshme, shumë e mrekullueshme. Është shumë e bukur, është e mrekullueshme. Tani besimi islam ka disa shtylla dhe ajo që unë duhet pyes ty është Islami shqiptar
dallon nga Islami klasik atje, se unë kam edhe ca përvoja, kështu që kam qenë edhe në Mekë, kemi qenë një grup gazetarësh edhe pak a shumë e njoh atë pjesën se si pse jemi në një islam liberal. Ne jemi një islam, nuk po them liberal, ne jemi një islam. Siç ka një ngjyrë tonën ballkanike shqiptare, sepse është në natyrën e besimit islam, i cili çdo lloj tradite kombëtare, kulturore, e cila nuk bie ndesh në islamin, e mban, e ruan, e brendson. Pra islami zgjerohet, është zgjeruar pa nga Meka, në Medinë dhe në rajonet e tjera, Irak, Siri, vende e Magrebit, Jeruzalem, Palestinë, Egjipt me radhë, në Europë, edhe kudo ku shkonte, çdo lloj tradite kulturore, çdo lloj virtyti i zonës, çdo lloj norme zakonore që ishte halal, po themi, pra brenda islamit e pranonte dhe lejonte. Kështu që Shqipëria ka patur ato gjërat e veta, kulturën e vet, gjuhën e vet, muzikën e vet, këngët e vet, sjelljen e vet, natyrën e vet. Ne jemi një vend në Europë. Pra, siç Islami nuk do jetë si Islami në Riyadh apo si Islami po themi në Buenos Aires. Por ama thelbi i Islamit është kudo një lloj. Është një Kur'an, janë kolonat, pesë kolona. Tani për ta mbyllur këtë, fjala Islam është paqe. Tani edhe këtu në Shqipëri ka disa tendenca, disa devijime nga ky Islami që thatë ju. Po, besoj se mund thuhet kështu. Shiko, pa hyrë, unë nuk jam teolog, po megjithatë e praktikoj, unë sigurisht që kam njohje modeste mbi këtë gjë. Njerëzit mund të bëjnë leximet e veta, por ka një mainstream se si lexohet. Një tekst apo një kulturë apo një besim. Islami ka nga pikpamja e akidës, si themi ne, nga pikpamja e doktrinës ka 3 shkolla që janë mainstream. Ato 3 janë secila në rregull. Ka dhe 4 shkolla të legjislacionit. Edhe ato janë të 4 në rregull. Nëse dikush kërkon bën një lexim për te këtyre shkollave, siç mund të jenë, ku diun, ata që ne i quajmë vahabist apo ata që ne i quajmë selefist, ky është një problem që nuk ka të bëjë me mainstreamin e Islamit. Pra, lexime problematike njerëzit do bëjnë. Ke qenë në Mekë? Po. Sa herë? Një herë kam qenë. Kam kryer haxhin, si më thënë. Do të thonë je haxhi? Po, jam haxhi, mund të quhem. Do të thonë mund të quhesh haxhi, haxhi fitim zek. Absolutisht po, si miliarda njerëz në botë që kanë qenë haxh, po patjetër. Jo, kam qenë unë në Mekë. Po ju ndoshta nuk keni qenë periudhën e haxhit. Apo në haxh? Ne kemi qenë të ftuar nga Ministria e Kulturës atje, po bëm rritin. Kemi qenë një 10-15 gazetar. Kuptoj, po haxhi kryhet në një periudhë caktuar të vitit. Nuk shohim haxh ne. Tani që flasim ne, sot që flasim ne, haxhi ka përfunduar dje. I këtij viti. Ne nuk kemi qenë në një periudhë me sa kujtoj. Por vajtja, vajtja në një periudhë tjetër të ishte një gravitacion, do një tërheqje gravitacionale, që unë jam befasuar. Ishte një mrekulli, me thënë drejtë. Po nuk diskutoj fare. Më mrekullove me këtë pjesën personale. Tani vinte ajo që quhet pesha e rëndë. Tani ju thot Partia Demokratike të dhëm kjo në 4. Pse? Çfarë ka ndodhur? Se ju keni qenë kritik ndaj Zotit Berisha, mbështetës i Zotit Basha, kritik ndaj Zotit Basha, por këto si keni bërë më herët? Mua kjo më shqetëson. Shiko, e drejtë është kjo, domethënë, unë nuk kam qenë kritik i Partisë Demokratike, po themi zyrtarisht, deri nga viti 2021. Edhe për një arsye se kam qenë pjesë e strukturës, unë ca kohë kam qenë antar i Këshillit Kombëtar dhe antar i Kryesisë së Partisë Demokratike dhe po mira. Jo, dakord, e pranoj unë atë dobësi. Nuk kemi supe ti përgjegjësi. Jo, patjetër, po. Domethënë, jam përpjekur që gjatë kohës që kam qenë antar kryesie të mund të mos dal publikisht kundër qendrimeve zyrtare. Unë kam dhënë parim timin që njeriu duhet të sillet në përputhje me statutin, me statusin që ka. Pra nëse je gazetar, nëse je inxhinier si inxhinier, nëse je president si president, nëse je pedagog si pedagog, pra nuk pëlqej njerëzit të përzihen shumë statuset. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë është që për mua Partia Demokratike në vitin 2021 e më pas prishi dialektikën. Nuk është problemi pse gjërat janë keq. Janë në kuptimin dialektik. Kush është fajtori? Mendoj që fajtori kryesor është Sali Berisha. Pse mos themi Lulzim Basha? Jo, Lulzim Basha ka gabime dramatike. Dramatike? Por nuk prishi dialektikën. Çfarë do të them me dialektik? Ka një dikotomi normale, A-ja dhe B-ja. A-ja dhe B-ja, A-ja mund të jetë mirë, B-ja mund të jetë shumë keq, por B-ja përpiqet të bëj aq sa mundet ajo mrena gjërat veta. Nëse B-ja fillon të punon kundër vetes vet, është prish dialektika. Çfarë them punon kundër vetes? Sali Berisha doli dhe sulmoi Partinë Demokratike. Institucionet, Kryesin, Këshillin Kombëtar, tha këta janë pengje, janë të kapur, janë të shitur, janë të blerë. Ndërkohë që për 8 vite me radhë nuk ishte bërë këtë gjë, se nuk do ishte prishje dialektikës kur ishte qendrim konstant.
Ja 80 vjeç një qëndrim tjetër, që kjo parti është mirë, kjo është më e mira, pra edhe në moment caktuar nisi këtë lloj lufte. Jo nuk e nisi këtë lloj lufte, po mjetet me të cilat e nisi, se lufta mund të nisë. Por e nisi edhe me mjete politike që nuk kanë të bëjnë me djathën. Unë kam vetëm një gjë. Unë jam rob i principeve, po themi, ideologjike. Qëse tu je i djathtë, sillu si i djathtë. Qëse tu je i majtë, sillu si i majtë. Qëse je, ku diun, ultraliberal, je ultrakonservator, je socialdemokrat. Si kupton shumë populli këto? Dakor, po ne të paktën këtë gjë, unë të paktën kështu do mendoj, do përpiqem t'i them që kështu duhet të jetë. Pra nëse ti thuaj që unë jam patriot, sillu si patriot. Nëse thu unë jam, ku diun, multinacionalist, sillu si i tillë, pra. E kuptoj. Nuk ka, se ndryshe si të merren vesh Holandës, se ti më thumë të shikoj fitim, unë jam solid ose nuk ka bërë gjë tjetër. Ose thu, shikoj, unë respektoj, po themi kot tash. Këtë lloj kodi, pastaj vepron ndryshe. Edhe ç'a ndodhi? Gjithë ajo lëvizje ka qenë komplet jo konservatore. U mblodhen njerëzit në një stadium, u thanë që këta janë kuvendi dhe parazojmë një parti. Nuk funksionon kështu. Nuk është partia në kuptimin konservator të fjalës mbledhja e njerëzve në një stadium. Nuk është konservatorizmi dhe djatha, sharja, shpifja, shantazhi, britma, gjua hiperbolike, gjua anihiluese. Por ku është e përunjura, e matura, e kujdesura. Ora shikoj, djatha është Abraham Lincolni, djatha është James Madison. Okej, Fitim. Pra, edhe këtu u pris dialektika. E kuptoj. Pra, se vetëm partia punon kundër vetes vetë dhe kjo është. Jo, e kuptoj Fitim. Ju thoni që Berisha është fajtor i madh. Nuk duhet ta bënda atë që bëri, sepse ja kemi edhe sot. Tani, si ka mundësi që në çdo betejë që një grup brenda PD-s ka brenda zotit Berisha, shoqërohet me daljen e një grupi akoma të madh si ky, që e ka mbytur gjithmonë në këto 35 vjet këtë grupi që doli kundër zotit Berisha. Tani shiko, tani këtu kemi problem kulturor tani. Në fakt, kjo është thelbi vërtet. Pra, Berisha nuk është problem paradigmatike. Pra, po të hyjmë me themel fare tash. Pra, Berisha nuk është problem fare dhe ajo që bëri Berisha nuk është fare problemi paradigmatik. Pra, Berisha as është problemi paradigmatike dhe lëvizja e tij nuk është fare problemi paradigmatik. Problemi është kultura e paradigmatike e formsuar në 35 vite, cilën zoti Basha para sekondë nuk e preku fare. Edhe kjo është përgjegjësia themelore e Lulzim Bashës. Ruajti një parti demokratike në vijat që e gjeti, madje e kalcifikoi dhe mbrojtë vija dhe në fund fare pastaj po pse mbështetet Bashën pastaj? Mbështet jo Bashën, nuk e kam mbështet kur Lulzim Bashën. Jo kam mbështet qendrimet. Po mbështetet qendrimet tu Bashën, po mbështet. Ja, shiko, un po të mandej qendrimet tjera Bashën, nuk them se un kam qenë, themi thonë se berishist, pra kuptimin që kam përkrau. Ke qenë berishist? Besi, nuk kam qenë herë kuptimin që them që se unë nuk jam njëri që mbroj gjuhën e sharjes, të shpifjes, të me shumë etik. Nuk i dua ato gjëra, sepse më kujtohet komunizmi, vëlla, shkruaj. Ora ne shko. Pse unë kam inat komunizmin? Sepse thot, po s'mendova se unë je miku im. Unë këtë problem kam. Po unë pranë nuk e du komunizmin. Familja, fisi, gjithë ne pranë kemi shqiptarët, pranë kanë vujt. Sepse kategorizohesh me klasë. Po kemi mendim tjetër, je klasë armike. Ke pasur raporte personale me zotin Berisha? Jo, personale jo. Je takuar? Po jam takuar 2-3 herë, po jam raport personale. Unë kam qenë një që e kam vlerësuar shumë. Edhe vlerësoj kontributin e Berisha. Nuk hyj tek ata që them që ai është një maskara, një tradhtar, jo, nuk hyj fare tek ata. Ti the zoti Berisha është problem. Është problemi. Fajtori i madh. Sepse fajtori i madh, sepse ai lëvizja e zotit Berisha ishte lëvizje që punoi kundër sistemit ose kundër prezidentit. Pse mbështesin? Se mua kjo më habit. Tani pse më sepse kultura e brendshme paradigmatike është e tillë që do shkojë drejt sa mbështetje. Shiko, cila është kultura paradigmatike? Se ka shumë rëndësi të thuhet kjo gjë. Partia Demokratike u krijua në vitin 91-92 si një front që sulmonte si antishqiptare, si tradhtare, ku diun, partinë e punës të asaj kohe dhe adoptoi pak a shumë mjetet e asaj partie për të bërë politikë. Edhe nga i pamje organizative, Partia Demokratike ju përgjigj partisë së punës me qeliza nëpër çdo katon, nëpër çdo lagje. Edhe nga i pamja e ideologjisë, Partia Demokratike filloi të zhvilloi dhe ajo një lloj lufte klasash të brendshme, pra që ditët e para. Partia Demokratike nuk që as i di dhe një parti. Shiko, ata s'po ta them ndryshe. Ka 3 kultura në politikë, nuk ka më shumë se 3. Edhe këto i thon teorician njohur Brady Campbell dhe me radhë. Një është kultura e viktimizimit, që e përdore majta. Thot punëtorët po vujnë, LGBT-ja po vujnë, gratë po vujnë. Kjo është kultura e viktimizimit, që ka e majta. Ku do në botë? Është kultura e nderit, më thonjza. Kjo është kultura e të fortit, që unë jam i fort, unë të rra, hajde dilëm unë duel, unë të thym dysh, unë nuk më rrifim kur. Kjo është një kulturë që nuk e pranon dot kur që mund të mundet. Kjo është një kulturë që vlerëson në kuptimin antropologjik fjalës edhe
pirjen e alkoolit, edhe lutjen e bixhosit, pra ai gangsteri që lut bixhos ai, ose ai që ka femrat e bukura. Pra kjo është kultura e nderit. Kjo mund të transmetohet edhe në politik, që unë jemi fortë, unë të rrame, mos ka, mos të fy njëri, mos prek njëri, unë të bëj këtë, unë të bëj atë. Edhe kjo kulturë gjendet dhe kjo kulturë politike. Ka një kulturë tjetër, kultura e dinjitetit, që e shef njeriu si qenë të krijuar nga Zoti, si qenë që ka dinjitet sepse ka dhënë Zoti dinjitetin. Dhe po ti je njëri keq, dinjiteti ke si qenë njerëzore. Pra edhe po ti je maskara, po ti je palaço, po ti je hajdut, dinjiteti është dinjiteti i qenies njerëzore. Edhe unë nuk të shaj ty nga syri, nga veshi, nga emri, nga farefisi, nuk merr me këtë punë, sepse dinjiteti ose qenë njerëzore është i dhënë nga Zoti. Tjetra, unë mendoj se identiteti forcohet përmes kundërshtive, pra kundërshtia është gjë e mirë. Nuk është gjë e keqe. Thot Roger Scrutoni, do të kemi atë lloj respekti për dinjitetin njerëzor, saqë edhe nëse njëri është tek kundër të gjithëve, ai duhet mbrojt. Sepse mund të jetë edhe tek ai e vërteta. E kuptova. Tani e djatha zgjedh të tretën. E djatha. E majta ka ato dy të parat. Prandaj Partia Demokratike është kulturalisht parti e majt. Kulturalisht parti komplet e majt. Pse ke mbështetur ti pas ke ti ke 35 vjet për këtë? Kjo është pyetja më e pse kam mbështetur tash. Unë me thon drejtën, që Partia Demokratike është parti kulturalisht e majt, unë e kam kuptuar që nga viti 2002-2003. Po deri në vitin 2003 s'kish kuptuar asgjë fare? Ja ta them, jo. Ti ishe i motivuar? Fare. Jo, kam vit 2000, jo nuk e kam kuptuar. Prandaj ke qenë berishist. Po, le ta themi po. Tani çfarë kuptova unë? Edhe pse për krah fort, edhe pse unë ende jam në Partinë Demokratike, le të themi në formë mënyrë. Pra unë atë do votoj, nuk diskutohet. Më fal, për kë votove? Këtë herë. Po. Shiko, këtë herë votova për miqtë e mi, votova me emër personal, votova Plum Seferi, shkolla Mabedi, po ta them kështu të fare. Po pra po. Po.